Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç lajmërova në fillim të programit, tani do të kemi një lidhje me Skype me Arber Gjihanin, i cili është ekspert i punësimit, me të cilin do të flasim për një dilemë që ka preokupuar të gjithë të rinj në fakt për sa i përket karrierës së tyre, për atë se a duhet të orientohen tek pasioni i tyre për sa i përket karrierës, apo duhet të drejtohen tek një punë që do të sigurojë gjendjen e tyre financiare apo që ka paga më të larta. Cilat janë faktorët që ndikojnë për zgjedhjen e tyre? A janë faktorë domethënë familja, arsimimi apo edhe gjendja financiare në vendet ku jetojnë? Për këtë pikërisht do të flasim me Arber Gjihanin. Përshëndetje Arber. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Ftesë në studio. Përshëndetje. Po, është një temë aktuale në të gjitha vendet e Ballkanit, nuk është problematike vetëm në Maqedoninë e Veriut apo në Shqipëri, por në bazë të vizitave periodike që bëjmë dhe në shtete të tjera, vërehet se të rinjt po përballen me dilema shumë të vështira për sa i përket punësimit të tyre. Duket që tregu në vetvete, në lidhje me kërkesën dhe ofertën që mundson tregu i punës, ka një disbalancë apo mospërputhje midis vendeve vakante të punës që ofrohen dhe kërkesës apo dëshirës që të rinj kanë për të angazhuar në këto vende pune. Në bazë të publikimeve të fundit të tremujore të fundit të 2024-s, shikohet që niveli papunësisë të këtë rinj është shumë më i lartë krahasimisht me nivelin e papunësisë të cilat vendet kanë, në disa raste po thuaj dyfish, dhe kjo vjen si pasojë e problematikës që të rinjt nuk gjejnë vetveten e tyre në ato pozicione pune të cilët kërkojnë të rinj apo dhe punëmarrës të papunë për të angazhuar në punë në kohë të plotë. Kjo mund të jetë një problematikë e cila vjen sidomos në ato vende të cilët ka pasur vështirësi organizimi i arsimit, qoftë profesional apo arsimit të lartë në lidhje me kërkesat reale që ka tregu i punës apo sipërmarrjet vendase. Pasi shikohet që tendenca e të rinjve, sidomos atyre që mbarojnë arsimin e mesëm, është për të vazhduar një shkollim të lartë, pavarësisht se kërkesa e tregut drejtohet më tepër tek të rinj të cilët vazhdojnë një arsim profesional apo kanë një specialitet të caktuar i cili mund të përballet në tregun e punës në mënyrë të menjëhershme dhe të gjejë vendin e punës në një kohë shumë të shkurtër. Shumë e vërtet, por si e sheh tash, a ka pas edhe një ndryshim gjatë viteve të rinjt, çfarë zgjedhin më së shumti kohëve të fundit? Shohin pagat më të larta kur drejtohen në një karrierë apo mundohen që të ndjekin edhe ëndrat e tyre njëkohësisht? Patjetër që paga është një element shumë i rëndësishëm dhe normalisht është dhe elementi kryesor që përfith në fazën e parë të gjithë të rinjt, në fazën e rekrutimit në punësim. Dhe absolutisht që të rinjt aktualisht po drejtohen drejt pagave sa më të larta pasi vjen dhe si pasojë kërkesës në bazë të rritjes së kostove të jetesës në vendet e Ballkanit dhe tjerë. Por duhet të thënë se kërkesat e të rinjve, të cilët mund të jenë sapo diplomuar apo sapo arsimuar dhe përballen me tregun e punës, shpeshherë shikohet se janë përtej pritshmërive të sipërmarrjes apo planifikimeve të sipërmarrjes, pasi normalisht eksperienca që ato do të ofrojnë sipërmarrjes apo kompanisë ku do të angazhohen, shpeshherë nuk përputhet me realitetin kërkesë ofertë. Dhe kjo çon në ato problematikën e gjetjes së vendit të punës të cilat ato kërkojnë, kushtet e tjera të punës, pasi normalisht paga është element kryesor, por nuk është elementi i vetëm i cili i tërheq të rinjt apo përsis të rinjt me një sipërmarrje për të angazhuar në punë dhe në një punë të qëndrueshme afatgjatë. Pasioni tek të rinjt po orientohet drejt profesioneve trend, le ta quajmë kështu, siç janë informatika apo profesionet inovative në rrjetet sociale e tjerë. Normalisht shpeshherë kjo nuk përputhet me atë çfarë ofron tregu i punës. Për shembull në Shqipëri në momentin që flasim kemi 6 vende pothuaj të lira pune, por shpeshherë janë vende të lira të cilat kërkojnë një aftësi profesionale apo kërkojnë një formim profesional të punëmarrësve të papunë, të cilët
nuk është çështje pasioni, por është thjesht çështje diturie dhe çështje angazhimi në një periudhë afatgjate për të përveçuar atë praktikë pune të kërkuar nga sipërmarrjes. Normalisht që përputhja e pasionit me gjetjen e vetit të punës tek të rinjt do të ishte ideale dhe normalisht do të garantonte një angazhim afatgjatë të rinjve në punë, por kjo është shumë e vështirë, sidomos le të quajmë në fazën e parë të punësimit, kur ato do të përballen me punën e tyre të parë apo do të përballen ndoshta edhe me refuzimet e para nga tregu i punës. Shumë e vërtet, sepse ti e the që mbase nuk është edhe për pasionin, por që më vonë mbase këto punë kthehen edhe në pasion, sepse e shohin tregun e punës, drejtohen në një punë që mendojnë se mund të gjejnë punë dhe të gjejnë paga më të larta, më pas e u shndërrohet edhe në pasion. Por a ka ndryshuar edhe qasja e të rinjve ndaj punës së viteve të fundit dhe si mund të ndikojë kjo edhe në zhvillimin e tyre profesional? Qasja e të rinjve ka ndryshuar dhe kjo nuk vetëm në shtetet e Ballkanit, por shikohet edhe në shtetet europiane, ku të rinjt aktualisht nuk janë më brezi i cili fikoi duke gjetur apo duke angazhuar me punë ndoshta jo të mirë paguar apo jo punët e ëndrave, le t'i quajmë kështu, por punë të cilat do t'i garantonin një të ardhur sa më të shpejt apo do t'i garantonin dhe një plotësim profesional apo një ekspertizë të caktuar të cilët mund ta përdoren më pas. Normalisht të rinjt janë dhe më të vetëdijshëm në lidhje me të drejtat e tyre, qoftë për sa i përket kodit të punës apo të drejtat e tyre sociale që i takojnë në një vend pune, dhe kjo normalisht i bën ato më të vështirë për t'u përshtatur apo për t'u pranuar nga sipërmarrjet të cilën ndoshta në fillim e shikojnë si një kosto të shtuar marrjen e një individi të ri pa eksperiencë pune apo të sapo diplomuar dhe i cili duhet të kalojë në faza trajnimi apo formimit të eksperiencës për të qenë plotësisht produktiv në të ardhmen për sipërmarrjen. Kjo është një çështje e cila krijon shpeshherë dhe problematika, sidomos në ato sipërmarrje apo industri të cilat janë më pak të paguara krahasimisht me mesatarët, pagën mesatare në shkallë vendi, dhe të rinjt shikohet që po i refuzojnë këto mundësi punësimi pasi orientohen më tepër tek ato mundësi punësimi apo punë të cilët kanë pagesa më të larta apo kushte pune më të favorshme për sa i përket orarit të punës së tjerë. Kjo besoj më shumë për shkak se edhe për shkak të gjendjes ekonomike, le të themi, të shteteve tona, sepse mbase edhe pse ka ndryshuar qasja e drejt punës edhe në vendet e jashtme, mbase jashtë e kanë pak mbase më të lehtë për të zgjedhur pasionin e tyre. Por unë do të pyes, a mund të kombinohet për shembull pasioni dhe të ardhurat, mund të ketë një kombinim drejt punës në punë për të kryer sigurisht karrierën, për të arritur në karrierë, apo gjithmonë duhet të ketë një kompromis, duhet ta zgjedhin pasionin apo të zgjedhin pagat më të larta? Shiko, mendoj se është çështje kompromisi kurdoherë, qoftë për të rinj që do të angazhohen në punë rishtasi apo edhe për ato persona të cilët kanë një eksperiencë të caktuar dhe duan të ndjekin pasionet e tyre në të ardhmen pasi kanë krijuar një background profesional. Mendoj se të rinjt aktualisht kanë më tepër mundësi zgjedhje apo kanë dhe më tepër incentiva të cilët do t'i ndihmojnë në arritjen e punës ideale apo në përmbushjen e pasioneve të tyre. E them këtë pasi është vetë tregu i punës, i cili duke pasur vështirësi në plotësimin e nevojave të saj apo në vështirësi në gjetjen e fuqisë punëtore për shkak edhe të problematikave të tjera sociale si emigrimi e tjerë, i bën ato më lehtësisht apo më të mundur për të gjetur një vend pune dhe për të përshtatur më pas pasionin e tyre në bazë të nevojave dhe kërkesës që ka sipërmarrja. Gjithashtu, së paku në Shqipëri më duhet të them se të rinjt kanë edhe disa mundësi mbështetje qoftë nga zyrat e punës apo nga institucionet qendrore, të cilët mund të ndërmarrin iniciativa apo hapjen e startupeve apo sipërmarrjeve të tyre dhe të financuar apo të ndihmuar nga këto institucione, çka do të përmbushte dëshirën e tyre apo qëllimin e tyre për kombinimin e pasionit dhe mundësive të
punës apo sipërmarrjeve të cilat do t'i vazhdojnë në të ardhmen. Është një garanci rinore e cila është implementuar që në vitin 2024, e cila i mundëson të rinjt të angazhohen qoftë në plotësimin e formimit të tyre profesional, por që gjithashtu dhe në angazhim sipërmarrjen me startup apo me fillimin e një profesioni të tyre. Duhet thënë se gjithashtu në arsimin profesional ka pasur investime të shumta kohë dhe fundit në të gjithë vendet e Ballkanit, pasi nevojat e tregut të punës po orientohen drejt këtyre profesioneve dhe normalisht formimi i të rinjve për sa i përket aftësive profesionale duhet të fillojnë në një fazë shumë të hershme për të kuptuar dhe ato rëndësinë dhe mundësinë që do t'i ofronin këto aftësi profesionale dhe formime profesionale që do të merrnin nga arsimi profesional. Ti e përmendë që sigurisht ka pas edhe investime edhe në arsimin e lartë, por unë do të pyes si ndikon edhe sistemi arsimor edhe në vendimin për karrierën e të rinjve. A mendon se janë mjaftueshëm për t'i trajnuar, le të themi, për t'i përgatitur për tregun e punës, apo duhet bërë më shumë në këtë drejtim? Në opinionin tim ka pasur problematika në të kaluarën, për këtë theksova se aktualisht po rishikohet mënyra e investimit të kapitalit qoftë njerëzor, por qoftë dhe monetar në hapjen e mundësive të reja në aftësi profesionale për dhe në arsimin e lartë, pasi ka pasur një orientim apo një mungesë orientimi të arsimit në bazë të nevojave të tregut të punës, shka ka çuar në shumë të rinj të cilët arsimohen, mbarojnë një universitet, por pasën vështirësi në gjetjen e vendit të punës, ndërkohë që ka pasur shumë vende të puna të cilët nëse një ri do të mbaronte një arsim profesional, do të angazhohej menjëherë në punë dhe do të përmbushte menjëherë nevojat e tij për punësim. Duke filluar që nga 2024 është parë ky trendi në rritje i investimeve të institucioneve apo orientimit të institucioneve të rinjve që në arsim të mesëm apo dhe më herët, duke i mësuar ato apo duke i orientuar ato drejt arsimit profesional. Dhe arsimi i lartë në vetvete mendoj se duhet të ketë një organizim më të mirë për të orientuar të rinj të zgjedhin ato degë universitare të cilët realisht plotësojnë nevojat e tregut të punës, pasi në këtë mënyrë do të shmangin një kalvar shumë të gjatë kërkimi për vendin e punës apo plotësimin e tyre profesional, i cili do ta bënte ato diplomë të pavlefshme vetëm për të mbajtur në kornizë. Si ndikon edhe emigrimi i të rinjve, sepse dim që ne vendet tona përballen me një migrim masiv të rinjve dhe siç themi ne truri po ik në vendet e jashtme sepse shohin mbase një jetë më të mirë atje. Si ndikon edhe në zgjedhjen e karrierës, sepse unë shpesh kam hasur në njerëz, në persona të rinj, të cilët këtu kanë kryer arsimin e lartë, shkollimin e lartë, janë me profesion, le të themi, gazetar, doktor apo çfarë do qoftë, dhe atje edhe nëse nuk e punojnë profesionin e tyre, sërish vendosin që të emigrojnë, mbas edhe nëse punojnë një punë më të thjeshtë edhe pse s'është profesioni i tyre. A ndikon edhe kjo pjesa në zgjedhjen e tyre të karrierës, ku në këtë rast zgjedhin pagat më të larta e jo pasionin e tyre, le të themi, profesionin e tyre? Fat të keq, emigrimi është një plagë e shoqërive të gjithë vendeve të Ballkanit. Është një element që me të cilën përballemi edhe sot dhe kjo sjell vështirësitë më të mëdha për sa i përket tregut të punës, pasi ai brez apo ajo moshë e cila është plotësisht e aftë për të angazhuar në tregun e punës po largohet dhe normalisht sipërmarrjet do të përballen me vështirësi për plotësimin e këtyre nevojave. Siç e the edhe ti më herët, të rinj të cilët vendosin për të larguar nga vendi i tyre, jo gjithmonë arrin që të gjejnë vendin e punës të cilët kërkojnë apo ato vend pune i cili përshtatet arsimimit të tyre apo formimit të tyre profesional. Pra është një sakrificë që ato duhet të bëjnë për të angazhuar në vendet e huaja që jo gjithmonë arrin në sukses, edhe pse mundësitë ndoshta janë të larta të cilët ato të gjejnë një vend pune, të jenë ndoshta më të mirë paguar, por mendoj se angazhimi apo vendosja e kësaj sakrifice dhe në vendin e tyre të origjinës do t'i jepte mundësi rritje në karrierë. Jo gjithmonë një individ i cili ka përfunduar një arsim të lartë apo një arsim profesional duhet të synojë
në angazhimin në vendet të punës ideal në mendjen e tij, por do duhet që të shfrytëzojë mirë mundësitë që ofron tregu i punës, pasi çdo angazhim në punë, çdo angazhim në jetën profesionale i krijon atij një background profesional të cilën mund ta përdori me shumë sukses në punët e tjera që do të pasojnë angazhimin e tyre. Normalisht që lëvizja e trurit është prezente jo vetëm në shtetet e Ballkanit, por edhe në shtetet europiane, pasi ka gjithmonë zhvendosje të individëve të cilët kanë një arsimim të lartë apo një formim të saktuar dhe shikojnë nevojat e tyre të plotësuara në një vend tjetër. Kjo është prezente edhe në Itali apo Gjermani, të cilët të rinj apo persona të arsimuar emigrojnë drejt të rëndimit të Angli apo Amerikës, goxha frekuente, por do duhet që shtetet apo qeveritë implementojnë politika sociale të cilët të plotësojnë nevojat e të rinjve apo personave të cilët janë të arsimuar në vendet e Ballkanit, për t'i mundësuar atyre kushte jetese më të përshtatshme, pasi mendoj se kjo ndikon më tepër se sa ai nivel page pak më i lartë që mund të gjejnë në vendet europiane. Shumë e vërtet. Si sheh në përgjithësi në vendet e Ballkanit kushtet, edhe kushtet e punës, kushtet e jetesës, për sa i përket këtë që e përmendë në fakt, sepse duhet të sigurohen kushtet e jetesës fillimisht, si janë edhe kushtet e punës dhe mbas edhe çfarë mund të bëjnë edhe punëdhënësit për të tërhequr të rinjt që të qëndrojnë në vend? Për fat të keq, deri pak kohë herët investimet në shtetet e Ballkanit kanë qenë më tepër iniciativa private nga persona të cilët ndoshta kanë pasur kapital monetar, por nuk kanë pasur formimin e duhur për të udhëhequr atë investim financiar, dhe kjo çon në ato problematikat apo mundësinë e udhëheqjes së biznesit jo si një lider, por si një boss, le ta themi në gjuhë jargon, çka nuk i ofron nënpunësve të sipërmarrjes disa të drejta sociale apo disa mundësi rritje në karrierë apo përmirësim të kushteve të punësimit me kalimin e kohës. Mendoj se tërheqja e investimeve të huaja, sidomos atyre nga shtetet europiane në shtetet e Ballkanit, do të jetë një mundësi shumë e mirë që sipërmarrjet të zbatojnë disa standarde, qoftë sociale apo qoftë praktika të mira të implementuara në shtetet europiane, të cilët do të përmirësojnë kushtet e punës në sipërmarrje që këto investime të huaja do të iniciojnë, por njëkohësisht do të vendosen në trusni apo në presion dhe sipërmarrjet lokale apo sipërmarrjet vendase, të cilët të duhen me patjetër të shkojnë drejt këtyre standardeve të mira në mënyrë që të jenë të konkurrueshme dhe të jenë tërheqëse për tregun e punës apo punkërkuesit në tregun vendas. Normalisht që zhvillimi në karrierë apo mundësitë përmirësimit të kushteve të punës, të pagës, angazhimi i nënpunësve në një mënyrë të rregull dhe periodike i bën ato më të vlerësuar, i bën ato më vetbesues ndaj vetes, të cilët mund të kontribuojnë në sipërmarrje dhe do të siguronte një angazhim profesional më afatgjatë dhe më të qëndrueshëm në kompani, duke eliminuar problematikën e ndryshimit të fuqisë punëtore apo kërkimit në tregun e punës së fuqisë punëtore të munduar. Mendoj se këto janë disa aspekte sociale apo çështje sociale të cilët sipërmarrjet deri pak vitën më herët i kanë neglizhuar apo i kanë anashkaluar duke i parë më tepër si kosto të rritura, jo si investime përsa i përket burimeve njerëzore, por tani po përballen me problematikën e mungesës së fuqisë punëtore dhe normalisht dhe përqasja e tyre duhet të ndryshojë. Si mund ndikojë kjo mungesa e fuqisë punëtore sigurisht edhe për ekonominë dhe për zhvillimin e vendeve? Normalisht është një problematikë e cila ka ndikim negativ në ekonominë, pasi normalisht një investimi huaj që mund të vi do të bëjë një fizibilitet të tregut dhe do të shikojë që përgjetja apo përthithja e fuqisë punëtore për nevojat e tyre është shumë e vështirë se sa krahasimisht ishte disa vite më herët, çka mund të jetë edhe një shkak për stopim të këtyre investimeve në tregun vendas. Një element tjetër është edhe mungesa e eficiencës apo e produktivitetit që mund të sjellë, pasi normalisht fuqia punëtore duke qenë në opinionin se mungon fuqi punëtore e cila mund t'i zëvendësojë
automatikisht do t'i sjellë ato në ulje të rendimentit apo produktivitetit të tyre në vendin e punës. Kështu që janë një sër faktorësh të cilët do të sjellin pasoja negative në ekonominë e vendit nëse shtetet nuk do të arrijnë që të përpusin kërkesën dhe ofertën në tregun e punës për përmbushjen e nevojave të sipërmarrjes, por dhe të fuqisë punëtore e cila është prezente në tregtim. Shumë e vërtet. Arber, duke qenë se nuk e di në Shqipëri si ka qenë, po në Maqedoni në fakt viteve të fundit më së shumti është bërë kjo që të rinjt shumë më herët tashmë kanë filluar të punojnë. Domethënë në kohët më përpara sigurisht ka pasur të rinj të cilët kanë filluar më herët, por që nuk ka qenë bashkë e zakonshme, ndërsa tash po shohim çdo të ri që në moshë 13-14 vjeçare punojnë në ndërkohë që bëjnë shkollën, bëjnë edhe punë. Si e sheh ti këtë situatë? Mendon se do të ndikoj pozitivisht, do të jenë base më të përgatitur kur do të hyjnë në profesionet e tyre, kur do të hyjnë në punë më profesionale? Shiko, personalisht mendoj se angazhimi në punë në një moshë të re është diçka pozitive. I bën ato, i jep atyre mundësinë që të shikojnë se si funksionon një sipërmarrje, se si funksionon një realitet ekonomik, apo se si funksionon faza e rekrutimit në një punë të re apo në një angazhim profesional. Për këtë arsye mendoj se dhe sistemi arsimor duhet në vetvete të ndryshojë, pasi nuk është e mjaftueshme që të kemi një sistem arsimor ku nxënësit të shkojnë në ambientet e shkollës, të mësojnë teorikisht se si duhet të funksionojë një aftësi profesionale apo një drejtim i caktuar në arsimin e lartë, por praktika mësimore apo praktika në terren të jetë totalisht e munguar. Angazhimi të rinjve në punë i mëson ato dhe me edukatën e punës, e cila duhet thënë se ditët e sotme po vanitet, po zbehet, kështu që është një mundësi shumë e mirë përveç aspektit ekonomik që do t'i garantonte të ardhurat. Tu duhet bërë kujdes në shfrytëzimin e kësaj të fuqie punëtore të re, pasi normalisht është një bezë, le të themi, i brishtë dhe normalisht duhet të respektohen disa norma ligjore të angazhimit në punë të këtyre të rinjve. Për sa i përket Shqipërisë, aktualisht ka disa mundësi shumë të mira, sidomos në zhvillimin e sektorit të turizmit dhe rritjes së kapaciteteve për turistë në Shqipëri ka shumë kërkesë për angazhim qoftë sezonal apo afatgjat në vendet punës në struktura akomoduese apo operator ekonomik, që janë ndoshta dhe ato pozicionet pune ku të rinj ndjehen le të themi më mirëpritur apo dhe të rinjt në vetvete janë më të kënaqur nëse angazhohen, sidomos në punë sezonale. Por mendoj se dhe angazhimi në punë profesionale të cilat përpusen me arsim profesional apo me drejtimin arsimor të cilët të rinjt po marrin është domosdoshëm për plotësimin e kapaciteteve të tyre të njohurive qoftë praktike dhe teorike. A ka profesione të cilat rrezikojnë të zhduken me kalimin e kohës, sepse shpesh ka debate që tash sigurisht edhe me teknologjinë edhe me inteligjencën artificiale mbase disa profesione nuk do të jenë më. A ka profesione të cilat mendon se rrezikojnë të zhduken dhe si mund të përgatiten edhe të rinjt për këtë? Në fakt është vënë se disa profesione ku kryesisht janë profesione të cilët kërkojnë një angazhim fizik të fuqisë punëtore, po kanë kërkesë shumë të ulët për të angazhimit në punë. Për shembull në Shqipëri, për sa i përket industrisë fason, po shikohet që të rinjt nuk po kanë dëshirën për të vazhduar angazhimin e tyre në punë, ndoshta për shkak të nivelit të pagave të ulta apo kushteve të punës e tjerë. Por është një industri e cila nëse nuk do të bazohet në inovacion apo në rinovimin e teknologjive, por do të bazohet vetëm në fuqinë punëtore, mendoj se nuk ka një të ardhme shumë të gjatë produktiviteti apo konkurrueshmëria në treg krahasimisht me vitet 2000 apo edhe më herët. Gjithashtu janë dhe disa drejtime të tjera arsimore të cilët të rinjt nuk po kanë dëshirën të angazhohen, siç janë edhe drejtime në fushën e matematikës apo fizikës, pasi po ka dhe mungesë të mësuesve të këtyre drejtimeve arsimore. Për këtë arsye mendoj se do duhet të ketë politika shumë të mirë studiuara nga institucionet arsimore dhe të ketë dhe një orientim
nuk dua të them orientim të detyruar, por të ketë një orientim që i shtyn të rinj të plotësojnë këto hapësirat të lira për sa i përket qoftë arsimimet, por dhe arsimimit i cili sjell më pas angazhim në tregun e punës dhe në plotësimin e nevojave të tregut të punës. Shumë e vërtet në fakt sepse ka disa profesione apo ka disa punë ku kemi deficit të stafit, siç janë edhe profesorë të ndryshëm, arsimtar të matematikës, të fizikës, viteve të fundit, nuk e di si është në Shqipëri, por që në vendin ton ka deficit të madh të këtyre dhe mendon se duhet bëhet më shumë. Gjendja është shumë e ngjashme, pasi mund të kemi të arsimuar në juridik apo në ekonomik një numër shumë të lartë i cili shpeshherë ngelet dhe i papunë, ndërkohë që kërkesa për një mësues matematika apo një mësues fizike apo qoftë edhe biolog apo kimist në industri apo në supermarkje, është shumë e lartë dhe po ka vështirësi për të plotësuar këto nevoja dhe është le të themi mëkat të cilët të rinjt orientohen ndoshta gabimisht nga familja apo edhe nga opinioni publik për të vazhduar një studim të caktuar, pasi konsiderohet le të themi më i mirë paguar apo me një emër më të mirë dhe anashkalojnë apo refuzojnë të vazhdojnë një arsimim i cili do t'i garantonte angazhimin në punë menjëherë sapo ato të mbaronin angazhimin e tyre arsimor. Shumë e vërtet. Albert, duke qenë se jemi nga fundi, cila do të ishte këshilla jote për ato të rinj të cilët janë në dilemë mes një pune të mirë paguar dhe një pune e cila përputhet me pasionin e tyre? Këshilla ime është që të mos humbin mundësitë. Një angazhim në punë nuk është asnjëherë dëm apo nuk sjell asnjëherë pasojë negative, pasi të rinj të cilët dalin nga bankat e shkollës apo mbarojnë në studimet e tyre kanë mungesë të caktuar eksperiencë për sa i përket angazhimit në punë, kështu që çdo angazhim që vjen pas daljes nga shkolla është eksperiencë e shtuar dhe është plotësimi i bagazhit të tyre apo kapaciteteve të tyre profesionale, të cilët ato në një të ardhme shumë të shkurtër do të mund ta shfrytëzojnë për ta shitur, le të quajmë kështu, tek një punë më e mirë paguar apo ndoshta dhe për të plotësuar ato njohuri praktike të nevojshme të cilat më pas mund t'i përdorin nëse do të ndërmarrin një sipërmarrje për të plotësuar pasionet e tyre. Shumë e vërtet. Albert, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio, të falenderoj për të gjitha informacionet dhe për këtë bisedë kaq të këndshme. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim.